Atëherë ushtrimi thot një përzierje etan dhe eten me mas 6 gram adicionojnë 8 gram brom. Atëherë kemi parasysh thot adicionojnë. Etani nuk adicionon brom, por i nënshtrohet procesi të halogenimit radikalar. Pra reakcioni i parë nuk ndodh. Ndodh reakcioni i dytë, eten plus brom, që na formon dibrom etanin. Pra, e gjithë sasia që ne na është dhënë e bromit, masa 8 gram, i përket reakcionit të dytë, ka marrë pjesë tek reakcioni i dytë. Nga kjo ne gjejmë numrin e moleve të bromit. Masë në gram ndaj masën molare. 8 gram ndaj 160 gram për mol. Gjejmë numrin e moleve të bromit. 0.05 mol. Atëherë reakcioni është i barazuar, ne dim raportin që 1 mol eten vepron me 1 mol brom. Atëherë këtu kemi 0.05 mol brom, këtu kemi x. Gjejmë numrin e moleve të etenit, që është 0.05 mol. Nga kjo ne mund të gjejmë masën e etenit, që është numër molesh her masën molare. Pra 0.05 mol her 28 gram për mol, që është masa molare e etenit. Në del 1.4 gram. Atëherë masa e etanit do jetë masa totale minus masën e etenit. Masa totale 6 gram minus 1.4 gram, 4.6 gram. Pyetja e dytë na kërkon përqindjen në masë, pra për secilin komponim. Përqindja e që z e etenit e kjo përzierje do jetë masa e etenit ndaj masën totale her 100%. Pra 1.4 gram ndaj 6 gram her 100%. Përqindja që z etani do jetë 100% minus përqindjen që z eteni. Pra 100% minus 23.33%. 76.67%.